Femrat shqiptare kryesojnë në botë për nivelin e lartë të barazisë në paga me meshkujt. Renditja është bërë nga Forumi Ekonomik Global në kuadër të raportit për barazinë gjinore të vitit 2025. Shqipëria renditet e para në botë për nëntreguesit barazia në paga për punë të ngjashme, që është pjesë e treguesit pjesëmarrje ekonomike dhe mundësit, një prej 4 grupeve kryesore që matin indeksin e barazisë gjinore së bashku me arsimin, shëndetin dhe mbrojtjen dhe fuqizimin politik. Sipas raportit, Shqipëria mbyll 93.1% e indekut gjinor për barazi në paga, që do të thotë se gratë marrin mesatarisht 93.1% të asaj që fitojnë burrat për të njëjtin punë. Kjo përqindje është më e larta në botë dhe ka diferencë me vendin e dytë, që është Islanda, dhe mbyll ndekun me 85.1%. Sipas të dhënave të tjera të Instat që i referohen vitit 2023, paga mesatare e femrave ishte 68.2.000 lekë, ose 6.2% më pak se sa e meshkujve, që pagueshin 72.700 lekë në muaj. Nga 36 grup profesione që raporton Instat, vetëm 5 prej tyre, drejtues administrativ dhe komercional, ligjvënës në punës të larta administratës shtetërore dhe drejtor ekzekutiv, punonjës në profesionet elektroteknologjike, e të tjerë, ose 14% të profesioneve gjithsej, gratë paguen më shumë se burrat. Ndonse ka një kategori ku ato gjithmonë dominojnë, atë të drejtueseve, duke qenë madje më të paguara nga të gjithë. Sipas Instat, në grup profesionin drejtues administrativ dhe komercial, gratë u paguan mesatarisht me 201.000 lekë në muaj në vitin 2023, meritje prej 16% në raport me vitet e mëparshme. Ky është grup profesioni më i paguar në vend, në krahasim me burrat që punojnë në të njëjtin profesion. Femrat drejtuese paguan 7.2% më shumë. Edhe në shtet, gratë paguen më shumë. Në grup profesionin ligjvënës, në punës të larta administratës shtetërore dhe drejtor ekzekutiv, paga mesatare mujore e femrave ishte 108.000 lekë, ose 6% më shumë se sa e meshkujve në të njëjtën kategori.